Tjetër tani e kam me Raldin dhe me partitë e vogla. Në debatin që u bë këtu në lidhje me protestën, vazhdimisht qoftë Raldi, po qoftë edhe ata që janë tek partitë e vogla, qoftë deputet apo aktor të këtyre partive, gjithmonë i vënë fajin Partisë Demokratike se nuk bën protesta të mëdha. Në fakt çfarë po bëjnë këta partitë e vogla? Partitë e vogla, edhe pa qëllim, janë duke ushqyer një narrativë e cila në fakt furnizon qeverinë. Nuk furnizon as partitë e tyre të vogla, po as partinë e madhe. Dhe pse është kjo narrativë, domethënë pse furnizon qeverinë? E furnizon qeverinë sepse përmes kësaj lloji narrative, ata arrin të ndërtojnë një farë distance, në vend që ta ngushtojnë këtë distancë. Roli i partive të vogla kjo është të ngushtojnë distancën midis partisë së madhe ose ta mbushin atë boshllëkun midis partisë së madhe dhe qytetarëve të gri, zonave gri, domethënë militantët e Partisë Demokratike do shkojnë në protestë. Por këta çfarë bëjnë? Këta duke thënë që nuk ka besim, nuk kemi pse kemi besim, nuk ashtu, domethënë çfarë bëjnë? E zgjerojnë këtë hendek. E zgjerojnë këtë hendek, se këta për vetë nuk i thrasin dot, nuk vinë te këta. Domethënë nëse bën mundësia ose Shqipëria bëjnë protesta, nuk shkojnë ata. Zona gri nuk shkon te protestat e këtyre. Ndërkohë këta me këtë narrativ dëmtojnë partinë e madhe, dëmtojnë fakt gjithë opozitën në përgjithësi dhe furnizojnë me një municion të cilin nuk e ka llogaritur as qeveria që ta ketë prapë. Aq më tepër nga ky pozicion ku ndodhen partitë e vogla. Tani, kur je vetëm 7 muaj larg zgjedhjeve të 11 majit dhe merr atë rezultat që merr, ti i krijon narrativ njerëzve që do dalin protestat të dorëzoj Edi Ramën, kjo është të tallesh me njerëzit. Pa ndryshuar asnjë gjë, pa mbajtur asnjë përgjegjësi. Se ka një arrogancë pushteti, po ka dhe një arrogancë opozite që nuk ndryshon, e që nuk mban asnjë përgjegjësi. Edhe pastaj e hedh fajin popullit pse s'del populli në protestë. Çfarë përgjegjësi e ka opozita? Çka ka në dorë opozita? Opozita nuk ka në dorë që të respektojë të njëjtën standard që kërkon pushteti Edi Ramës? Nuk e ka këtë përgjegjësi? Standard për njerëzit që kanë po sigurisht, po patjetër. Nëse ne kërkojmë Ramës të njëjtën standard të zbatoj, po opozita pse nuk do ta zbatoj? Zgjedhjet në Shqipëri janë me shumë probleme, shumë dakord. Po opozita që nuk frymëzon, kush e mban përgjegjësinë që nuk opozon? Cila nuk frymëzon? Ti që ke marrë vetëm 2 deputeta, apo ai sa ka marrë Partia Demokratike? Ju jeni parti pushteti, la sa keni marrë ju? Apo jeni kthyer në një parti privilegjesh ju edhe pastaj i kërkoni njerëzve ju na votoni. Nuk u votojnë njerëzit. Edhe ti opozitje. Zonjë, sfida juaj ishte për të fituar zgjedhjet. Sfida jonë ishte për të hyrë në parlament. Ne hym në parlament zonjë e fituam sfidën tonë. Sfida juaj ishte të fitoni zgjedhjet. Nuk i fituat zgjedhjet. Po pse i fitove ti? Hym në parlament më zonjë, kjo është sfida jonë. Është sfida jonë. Ju pse s'e pushtet? Nga ke rrjedhur. Ti nga opozita ke dal nga Partia Demokratike. Po pra ne që atëre ç'do të them kjo? Atëre çfarë ke bërë? Kemi bërë opozitë më dakord me Partinë Demokratike. Ore, jepi një përgjigje pyetjes, a ikën Edi Rama, sikën Edi Rama, nëse ikën nesër Belinda Ballushi. Dhe bën koalicion me Partinë Demokratike. Jo, nuk bën koalicion, zonjë. Gjetëm një djalë të ndershëm jashtë edhe politike dhe e mbështetëm për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Dakor? Por ne nuk jemi as hipokrit që t'i kërkojmë Edi Ramës atë që se bëjmë dot vet. Dakor? Se kështu e humbet besueshmërinë edhe nuk mundet dot të bosh Edi Rama. Edi Rama zonjë me kontrast moral. Edi Rama nuk mposhtet me gjenerata të fëmijëve të atyre që kanë qenë pushtetjen me Partinë Demokratike dhe kërkojmë pas të vim prapë në pushtet me Partinë Demokratike. Sepse në fund të ditës erdhi apo nuk erdhi Ivanka Trump, jeta qytetar shqiptar do jetë po aq mizerable. Ivanka hypin makinë me Edi Ramën dhe ikën të dy bashkë me makinën e Edi Ramës. Që ta lartësoj emrin e Shqipërisë në Gaza dhe t'i lej shqiptar tu të mirë, është një ftesë për gjithë qytetarët që të kthjellohen, mos bien prej propagandës, të vinë për fëmijët e tyre, për gjithë njerëzit e dashur që kanë, për ta refuzuar këtë realitet dhe këtë kryeministër që e ka çuar Shqipërinë në pikën